Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Ka vite që fle në të njëjtën shtrat me një njeri që nuk më sheh më si grua. Nuk di kur ndodhi kjo ndarje e padukshme, ndoshta me kalimin e viteve, ndoshta me fjalët që nuk u than kurrë, ndoshta me lodhjen që erdhi dhe na ngrysi pa e kuptuar. Dikur ishim shumë të dashuruar. Më kujtohet mënyra si më shikonte, si më prekte flokët, si qeshnim për asgjë. Tani çdo gjë është heshtje. Në shtëpinë tonë dëgjohet vetëm zëri i televizorit dhe zhurma e pjatave që lajnë në mbrëmje. Ai futet në dhomë, shtrihet në anën e tij dhe kthehet nga muri. As përshëndetje, as prekje, as përqafim. E ndjej aromën e trupit të tij pranë meje, por është sikur ndodhet në një botë tjetër. Në fillim mendova se ishte lodhja nga puna, ndoshta stresi, ndoshta një fazë që do kalonte. U përpoqja ta afroja, ta kuptoja dhe t'i flisja butë. Por çdo përpjekje u kthye në heshtje. Sa herë afrohesha, i largohej me një pretekst duke thënë: "Nuk jam mirë, jam i lodhur, të lutem më lër të fle." Fjalë të thjeshta që më prend çdo dëshirë për të ndjerë grua. Fillova të mendoj se ndoshta faji është i imi. Ndoshta kam ndryshuar, ndoshta s'jam më ajo që isha dikur. Shikoja veten në pasqyrë dhe pyesja veten: a jam bërë e padukshme? A është ky çmimi që paguan një gruaj që duron, që hesht, që kujdeset për gjithçka përveç vetes? Erdhi një moment nuk duroja më. Çdo natë ishte një kujtesë që unë ekzistoja, por nuk jetoja. Kisha burr, por nuk kisha afërsi. Kisha martesë, por jo dashuri. Ishte një vetmi që nuk e kuptojnë ata që nuk kanë jetuar pranë dikujt që nuk të sheh më. Një ndjesi e rëndë që të bën të ndihesh sikur s'je më asnjëri. Në fillim turpërohesha, t'i tregoja dikujt. Si mund t'i thuash një shoqe që burri im s'më prek më? Në Shqipëri kjo temë nuk flitet. Njerëzit të gjykojnë, qeshin ose të fajsojnë. Duhet ta kuptosh, ndoshta ke gabuar ti, burrat kështu janë. Askush nuk e di çfarë do të thotë të flesh në një shtrat kur nuk ndihesh më e gjallë. Tani kam mësuar të mos pres me gjë. Jetoj ditët në heshtje, bëj punët e mia, qesh kur duhet të qesh, dal kur duhet të dal, por brenda meje është një grua që rron me kujtimet e prekjes së fundit. Nuk dua luks, nuk dua dhurata, dua thjesht ndjesinë që dikush të më prek me dashuri si dikur. Në mbrëmje kur fik dritën dhe ai kthehet nga muri, ndjej një boshllëk që nuk ka fund. Dhe pyes veten çdo natë: a është kjo dashuria që premtuam? Apo thjesht një zakon që nuk mund ta prishim?